Transporti publik po përballet me vështirësi në rritje sipas përfaqësuesve të sektorit, të cilët thonë se shtrenjtimi i karburantit ka shtuar ndjeshëm kostot e aktivitetit. Për këtë arsye, ata kanë përsëritur kërkesën për mbështetje nga qeveria. Sipas kryetarit të shoqatës së transportit urban, Dashnor Memaj, karburanti mbetet një nga kostot që ndikojnë më drejt për drejt në aktivitetin e operatorëve. Rritja e karburantit rrjedhimisht ndikon drejt për drejt te transporti publik, ose çmimi i karburantit ndryshon sot, po sot jep efektin tek operatorët e transportit. Memaj thotë se kompensimi prej 50 lekësh për litër është parashikuar për periudhën mars-maj, por pretendon se disa operatorë ende nuk e kanë përfituar atë për shkak të procedurave dhe vonesave institucionale. Ka operatorë të cilët akoma nuk e kanë përfituar sepse ka qenë më kompleks se sa subvencioni i cili u dha në periudhën e luftës së Ukrainës, ka qenë më kompleks sepse ka kaluar disa institucione dhe ka patur vonesa sidomos për operatorët e vegjël. Sipas operatorëve, rritja e kostove dhe vonesat në mbështetjen financiare mund të ndikojnë në cilësinë e shërbimit të transportit publik. Ajo që është kërkuar nga shoqatat e transportit është vazhdimi i kompensimit karburantit edhe për një periudhë tjetër 3 mujore, duke parë që çmimi i karburantit rrjedhimisht nuk po një rënje. Duke qenë se në periudhën e verës, aktualisht kemi edhe një rënje të fluksit të udhëtarëve, operatorët e vënë vështirësi financiare për të mbajtur në kënd transportin publik dhe për të plotësuar kriteret, kushtet e licencës. Memaj paralajmëron se nëse kostot vijojnë që të rriten dhe kompensimi nuk shpërndahet në kohë, operatorët mund të detyrohen të reduktojnë numrin e autobusëve në qarkullim, çka sipas tij do të sillte më shumë pritje dhe vonesa për qytetarët.